që ke përmendur. Kështu që kjo, me këtë, ai, domethënë, kjo është vetëm një gjë që e ka bën favorin e vet, ka bën ndryshim krahasim me premtimet që i ka pas përpara. Arsyetë e tjera janë thjesht që i kanë dalë mu para zgjedhjeve. Këto është ligji i presidentit Trump, i cili favorizon Kosovën, garanton sigurinë e tij, mosdyshimin kufive dhe në fund epilogun e dialogut me njohje të Kosovës nga ana e Serbisë, që dëshmoi se Albin Kurthi edhe me dashur me prish. Reciproke. E harruat. Reciproke s'ka kuptim ajo fjalë reciproke sepse ashtu ke? Ishte? Po ishte, po tani se ju spajtoheni. Uno? Po nuk ka kuptim se shiko, edhe në administratën amerikane gabojnë, domethënë njohje reciproke nuk bëhet fjalë, domethënë se Serbia nuk ka nevojë për njohje nga ana e Kosovës. Dhe nuk është praktik që një shtet e një kombëri të një kombet ekzistuese. Pra thonë që Serbia duhet ta njeh Kosovën. Po thjesht ajo është ndoshta një zëvendësim për ato që Serbia duhet ta njeh Kosovën. Se aty është çështja, nuk është na kemi njohur, na vetë faktin edhe kur diskutojmë këtu, na nuk thojmë për shembull jashtëquajtura Republika e Serbisë, po thojmë Republika e Serbisë. Nuk thojmë jashtëquajtori president, po i thojmë presidenti Vučić, siç na referohen ata neve, për shembull, jashtëquajtori Republika e Kosovës, jashtëquajtori kryeministri etj etj. Arsyeja tjetër. Kjo tregon që nuk mundet as Albin Kurthi edhe me dashur as kërkush me prish marrëdhëniet mes Kosovës dhe Amerikës, i prish Amerika kur do vet. Domthonë kjo ka qenë një huqje e kundërshtarëve të Albin Kurthit që kanë akuzuar kot pa lidhje. Huqja tjetër ka të bëjë me Veriun dhe Bashkimin Evropian. Është thonë që ka të morën masat, i hangrum sanksionet për shkakun që sa po të kryen zgjedhjet lokale, ne gjendja do të kthehet në pikën 0, edhe na veç i hangrum sanksionet edhe s'bëm kur gjë. Që kjo ka qenë, thonë, është mbajtur si atakim kryesor ndaj politikës së Albin Kurthit. Në ndërkohë që çka ndodhi? U mbajtën zgjedhjet lokale dhe kjo jo që nuk shkojnë në pikën 0, po u avancua edhe më tutje, sepse u legjitimua marrja e kontrollit Veriut, kur vetë pjesëtarët e listës sërbëse u betuan para flamurit Kosovës, para fotografisë së presidentes, edhe situata është, domethënë, prapë nën kontrollin e institucioneve të Kosovës. E plus më tepër u hoqën sanksionet, domethënë. Kështu që edhe kjo doli që ka qenë bluff opozita. Domethënë u bën tre faktorë. 4. Është marrë Edi Rama si një model i politikanit suksesshëm dhe Albin Kurthi si pandam i tij i politikanit dështak. Që dhe çfarë doli? Mu para zgjedhjeve kësiten mega skandalet e korrupsionit në Shqipëri, ku pa që involvimi i Edi Ramës, zbehja pushtetit të tij në Shqipëri, edhe natyrisht kur i dul duqi Edi Ramës, domethënë doli faktikisht i avodhi poshtë gjithë këtë retorikë opozitës. A bën 4, 5. 4. Pa njohjet. Ndodhen 4 njohjet Kosovës. Domethënë s'ka njohje. Që është e vërteta këto jo me meritën e presidentës që po thotë ky Azem Vllasi, po 3 njohje janë merit ekskluzive e presidentit Erdogan, e mikut aleatet ton të Kosovës, Turqisë, edhe një e presidentit Begjet Pacolli.